Si rezultat i veprimeve intensive hetimore dhe punës së pandërprerë të specialistëve për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Vlorë, është bërë i mundur dokumentimi i dy rasteve të veprës penale, shkatërimi i pronës me zjarr, si dhe identifikimi dhe shpallja në kërkime dy shtetasëve të dyshuar si autor të këtyre ngjarjeve. Nga hetimet e kryera, është bërë i mundur identifikimi i shtetasit FI, 27 vjeç, banues në Vlorë, i cili dyshohet të jetë autori i një ngjarjeje të ndodhur më datë 2 mars 2026 në lagjen Pavarësia, ku janë djegur me zjarr dy automjete të parkuara. Konkretisht, është djegur një automjet tip Benz në pronësi të shtetasit IA, 63 vjeç, si dhe një automjet tip BMW në pronësi të shtetasit ER, 68 vjeç, të dy banues në Vlorë, duke shkaktuar dëme materiale. Gjithashtu nga veprimet hetimore ka rezultuar se shtetasi ISH, 34 vjeç, banues në Vlorë, dyshohet të jetë autori i ngjarjes së ndodhur më datë 3 mars 2026, rreth orëve të para të mëngjesit në lagjen Isa Boletini. Dyshohet se ka djegur me zjarr një dyqan në pronësi të shtetasit PR. Si pasojë e zjarrit janë shkaktuar dëme materiale në ambientin e biznesit. Në përfundim të veprimeve të para hetimore dhe procedurale, materialet u referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Vlorë për veprën penale shkatërimi i pronës me zjarr. Strukturat e policisë së Vlorës në bashkëpunim me prokurorin vijojnë punën për lokalizimin, kapjen dhe ndalimin e këtyre shtetasëve, si dhe për dokumentimin e plot ligjor të këtyre ngjarjeve dhe verifikimin e mundshëm të përfshirjes së tyre në raste të tjera të ngjashme kriminale.